qysh është dita jote kryesisht? A e gjatë gjithë kohës të punu, gjatë gjithë kohës të mendu se që ka me vizatu, ose qysh me bo kombinimin e radhës? Sa je e lidhur me artin këtë rast? One kam shkollë mas dite, quna herët, bona gati për shkollë qatë sa moj. Shkoj shkollë këthejna vonë, në 6 ngramje, po masi që t'i kry detyrat ose masi që të mësoj për naj test që e kam, normal që vazhdoj me bo punimet ndryshme, me nëjt që ka me bo, që me paraqit diçka që se këm bo ma herët, edhe vi që më vjen që është të najminim edhe paraqit së më flitë. Përveç vizatimit, ndonjë talent, ndonjë pasion tjetër? Këndimin e kam pasion, pëlqen shumë. Prej kur jam ka në vogël, kam marrë pjesë në koret shkollës, edhe kom vrejt edhe vetë që për më pëlqen këndime, edhe pse jo. Qysh ka nis me këndimin? Në klasë të parë, e kemi pas korin e shkollës për festin e nënës, edhe mësusja ka pa që unë e kam talent për me këndu edhe më ka përzgjedh me shku, edhe prej atë dhe në klasë 8 më ka përcjellë si pasion. Pra gjatë gjithë kohës ke qenë pjesë e korave të shkollës, për festa, për organizimet ndryshme. Në aspektin personal, ke marrë pjesë në ndonjë festival, në ndonjë koncert, ke menu që ndoshta me u fokusu edhe të këndimi kështu gëgja shumë, apo je thjesht të pëlqen, e ke pasion? Mendoj që thjesht do na melon si pasion, po nëse në të ardhmen vazhdoj me pas, pse jo mësë me bo naj kongë, se pse mësë me marrë pjesë në për festivale. A do të me u inspiru prej ndonjë kongë për punimet të tua, për shambull, ose me kon të punu me këndu, diqysh muzika shkon gjithë? Kur të punoj zakonisht lëshoj kongë që dëgjoj mas shumëti, po nuk e di se më ka shku në Ermenje me bu naj kongë si pas artit. Po, ku e shetë ardhmën tënde? Ku e shetë vetën tuana, ose ku e shetë tuana në pas disa viteve? E the që të pëlqen mjekësia, është drejtim që ndoshta e kështë zgjedhë për me studiunë të ardhmën edhe me u fokusu atje. Mirë po, qysh e mendon, qysh e planifikon, do njëherë nëse në alësht edhe tu? One prej kur jam ka në vogël, gjithë këm pas dëshirë më bo mike, se shumë këm qef me indimu personave, edhe pse jo mësë mu bo mike ose ndim se infermiere. Edhe mendoj që këm e vazhdu për mjekësi, po dizajni nuk besoj që kom e lanë anë ashkër, se për deri sa o ka një pasion që mu më ka përcjell dhe i tash, pëse mësë me vazhdu edhe kur të rritë. Pra mëna me thonë është një dashuri e jotja që e vogël, artin për gjithësi, edhe sigurisht që po e thu edhe ti, pse me lanë anë ashtë kur mund është me arrit mi botë dyjat. Një mjeke që është super e talentume edhe në këtë fush, kish me shku shumë. Qysh është një ditë e jotja tuana, zakonisht? Qka të pëlqen me bo jetën të andet përditshme? Cilat janë aktivitetet ndoshta që të pëlqen më shumë, me u marë, me bo gjatë kohës të lirë? Jetën tem, one kam qef viq me shiu. Diqysh, pse mës me shiu sa jena halet vogël, se kur të rritëm me punë, me angazhimet nuk lojnë me shiu qatë shumë tani. Shtë që kam qef me shiu sa e vogël hale, e ri. Shkoj në shkollë, vi për shkollës, vizatoj, këndoj. Ka njerë bëj edhe ushtrime, e kaloj kohën me familjen, daluj. Qëfar tipi je më shumë kështu? Je qetë, je ma e gjallë? Jo me gjallë, jem shumë e gjallë. E qetë, s'kisha thonë që jem e qetë. Jem pak nervoze, po e kam një farë qetësi e mrena që... Po e reflekton, për atë dhe thash e qetë, se nuk e diatë për shtype ma jepe, mirë po ka njëherë thonë që prej njerëzve qetë del një farë nervoze, kështu pak ma shumë. Edhe nuk ish me qenë interesant nëse do t'jemi gjithë njëjtë, kështu në përgjithësi.